Panajiri ndërkombëtar Ditët e Bujqësisë dje në orën 4 pasdite pati hapjen e tij zyrtare në praninë e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku, ministres së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj, ministri i Financave Petrit Malaj, kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, kryetar të bashkive të tjera që marrin pjesë në panajir, ambasador, përfaqësues të kompanive shqiptare dhe të huaja dhe fermer që prezantuan produktet më të mira vendase dhe pajisjet më të reja për prodhimin bujqësor, efikas dhe të qëndrueshëm. Panajiri nuk do të ofrojë vetëm një zonë të larmishme ekspozimi, por do të jetë një vend dialogu, shkëmbimi dhe frymëzimi. Nuk mund të kishte ditë më të përshtatshme për të celebruar çeljen e panajirit Ditët e Bujqësisë, sesa në ditën ndërkombëtare të tokës, që na rikujton deturimin që kemi ndaj tokës, natyrës dhe brezave që do të vinë. Sot teksa ne hapim zyrtarisht edicionin e 4 të Ditëve të Bujqësisë, jam e lumtur të shoh që ky panajir, përveç se ka dyfishuar numrin e kompanive pjesëmarrëse, është kthyer në pikë takimi kryesor të fermerëve, ekspertëve, institucioneve dhe sipërmarrësve vendas dhe të huaj që duan të ndërveprojnë në sektorin e bujqësisë. Sot zemra e bujqësisë është këtu, aty ku jeni vendosur të gjithë me të gjithë komponentët bujqësor, duke nisur nga fermerët, duke vazhduar pastaj me të gjithë pikat e grumbullimit dhe me gjithë inovacionin që ka bujqësia sot, tek bimët medicinale, tek mikrokredit, tek bankat e nivelit të dytë që ndodhen këtu, dhe faleminderit që jeni. Patjetër, ne kemi të gjithë eleksirin që duhet, kemi tokën pjellore, kemi motin e favorshëm, kemi një vend me 4 stinë, por nga ana tjetër, tashmë bujqësia ka kaluar në një nivel tjetër. Sepse nëse ne flasim për një Shqipëri europiane, çdo sektor duhet i përafrohet Europës. Ashtu siç kemi bërë me turizmin, siç kemi bërë me energjinë, siç kemi bërë me infrastrukturën, edhe bujqësia tashmë me radhën e saj nuk mund të jetë thjesht një traditë e cila është trashëguar nga brezi në brez. Bujqësia duhet futet në inovacion. Prodhimet tona nga tregjet ndërkombëtare kanë marrë një dimension të ri për gjatë viteve të fundit. Kjo falpunës së palodhur të gjithë fermerëve tanë, por mbi të gjitha vëmendjes ka pasur qeveria shqiptare, kryeministri Edi Rama, për të dhënë një fokus veçantë në transformimin e ekonomisë bujqësore drejt asaj moderne. E për këtë, jo pak është bërë në vitet e fundit, ku të paktën 1000 projekte investimesh kanë ndodhur në gjithë Shqipërinë dhe këtu në zemër të bujqësisë shqiptare, një pjesë e konsiderueshme e pikave të grumbullimit, pikave të përpunimit janë sot një realitet i mundshëm që ndihmon jo vetëm rritjen e eksporteve, por mbi gjitha siguron cilësinë e produkteve shqiptare dhe emrin e Shqipërisë kudo në botë.